Mirdita, të nderuar miq, ju uroj mirëseardhje në këtë sallë dhe juve që jeni online. Unë po ju drejtohem në emër të delegacionit të vëzhgimit të zgjedhjeve nga Parlamenti Evropian. Ne e vlerësojmë ftesën nga autoritetet shqiptare për të qenë në Shqipëri dhe për të vëzhguar këto zgjedhje parlamentare. Gara që ne dëshmuam është një tjetër mundësi, domethënse që vendi të konsolidojë dhe të forcojë më tej demokracinë e tij. Sot unë do doja të përshëndes ata qytetarë të Shqipërisë që ushtruan të drejtën e tyre demokratike për zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në mënyrë të rregullt. Delegacioni i Parlamentit Evropian përbëhet nga 7 anëtarë që përfaqësojnë 4 grupe të ndryshme politike që vijnë nga 6 vende anëtare të BE-s. Ekipi ynë i vëzhgimit u dërgua në zonat e Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe Vlorës. Ne vëzhguam zgjedhjet si pjesë e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të Odirit dhe ne jemi plotësisht dakord me deklaratat e mëparshme. Do doja të falenderoja kolegët nga Odiri dhe delegacionet parlamentare të OSBE-s dhe Këshillit të Evropës për bashkëpunimin e shkëlqyer. Do doja gjithashtu të falenderoja ambasadorin e BE-s Silvio Gonzato dhe ekipin e tij për mbështetjen në përgatitjen dhe zhvillimin e këtij misioni. Këto zgjedhje u zhvilluan sipas ligjit zgjedhor, i cili kombinon listat e mbyllura me listat preferenciale dhe u dha mundësinë shtetasve shqiptar jashtë vendit të votonin për herë të parë. Ne mendojmë se këto zgjedhje kanë qenë përgjithsisht konkurruese, të administruara mirë nga një staf i dedikuar dhe i mirë trajnuar, megjithatë fushata ishte e qetë. Ne mirëpresim kuadrin ligjor që ofron proceset demokratike të zgjedhjeve. Megjithatë, ne vëmë re që disa rekomandime të Odirit mbeten ende të pazbatuara, duke përfshirë rekomandimet për financimin e fushatës. Ne mendojmë se numërimi i fletëve të votimit jashtë qendrave të votimit duhet të adresohet. Përveç kësaj, ne theksojmë se disa bashkëbisedues ngritën shqetësime të shpërdorimit të burimeve shtetërore, përdorimin e skemës së pensioneve në minutë të fundit apo faljen e gjobave. Disa nga bashkëbiseduesit tanë kanë raportuar gjithashtu edhe shqetësime në lidhje me shitblerjen e votave apo presionin ndaj zgjedhësve, përfshir presionin ndaj nëpunësve të administratës publike që përbëjnë një segment të konsiderueshëm të elektoratit. Qasja konsensuale ndaj ligjit zgjedhor u arrit mes 2 partive më të mëdha. Megjithse u konfirmua si kushtetuese nga gjykata kushtetuese, prapë ngrihen shqetësime në lidhje me disa elemente të kësaj reforme. Përveç kësaj, ka ende hapësirë për rritjen e besimit të aktorëve të tjerë në proces dhe për të rritur transparencën e procesit zgjedhor. Përveç kësaj, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet sigurimit ose marrjes së masave që çdo vot të jetë paka shumë me të njëjtën vlerë në të gjithë vendin. Në pikpamjen tonë dhe duke u bazuar në një konsensus të gjerë me bashkëbiseduesit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i arriti të menaxhojë procedurat në mënyrë eficiente. Ai pati mundësi të krijonte besim tek partitë dhe kandidatët, ashtu sigurisht edhe tek qytetarët. Përveç kësaj, ne mirëpresim edhe marrëveshjen e re mes KQZ-s, SPAK-ut dhe prokurorisë së përgjithshme, që ofroi mundësi më të mira për hetimin dhe procedimin e krimeve zgjedhore. Sa i përket medias, një problem madhor që duhet përmendur është mungesa e kushteve të barabarta të garimit, sidomos për partitë më të vogla. Përveç kësaj, financimi jo transparent vazhdon të jetë një aspekt shqetësues, influencimi i pronarëve apo politikanëve në linjën editoriale të medias, mungesa e raportimit të pavarur, refuzimi i liderave politik për të pasur një debat ballë për ballë dhe rreshtimi një numri të madh me organesh mediatike politikisht kufizon mundësinë e qytetarëve për informacione objektive. Kështu qytetarët nuk kanë mundësinë të bëjnë zgjedhje të informuara. Unë do doja të thosha se gjatë ditës së zgjedhjeve ekipet tona thanë se disa nga qendrat e votimit ishin shumë të vogla dhe nuk ofronin akses të pavarur për njerëzit me aftësi të kufizuara. Përveç kësaj dhe prania e disa individëve në afërsi të qendrave të votimit ishte gjithashtu diçka që u raportua, njerëz roli të cilëve ishte shumë i vështirë për të identifikuar në lidhje me funksione zgjedhore. Ne u bëjmë thirrje autoriteteve të marrin masa për të adresuar këtë çështje. Përveç kësaj, do donim të thoshim gjithashtu se votuesit që nuk patën mundësi
të shkojnë në qendrat e votimit për shkak të arsyeve të ndryshme si sëmundjes, ende nuk e kanë mundësinë ligjore që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Dhe ne bëjmë thirrje që kjo çështje të zgjidhet deri në zgjidhjet e fundshme e ardhshme. Sa i përket pozicionit të grave në procesin zgjedhor, ne theksojmë se kvotat prej 30% në listat e kandidatëve u tejkaluan, gjë që ne e mirëpresim. Ne presim që qeveria të konstituohet në vjesht në përputhje me dispozitat kushtetuese. Ne bëjmë thirrje që kjo qeveri të forcojë shtetin e së drejtës si në frym dhe në gërm dhe të vazhdojmë reformat themelore me konsensus kombëtar. Ne shpresojmë gjithashtu që Parlamenti i ri të miratojë legjislacion të ri, të zbatojë legjislacionin ekzistues dhe të zbatojë rekomandimet e OSBE-dirit. Kjo do të çojë një sinjal pozitiv BE-s dhe gjithë rajonit. Duke respektuar diversitetin politik në vend, ne shpresojmë që diskursi politik dhe gjua e përdorur të ketë tone më të buta. Më lejoni t'ju garantoj se Parlamenti Evropian do të vazhdojë të ndjek nga afër zhvillimet në Shqipëri dhe në fund do të thosha se angazhimi i Shqipërisë për të ardhmen e saj në BE vlerësohet dhe është një element i rrallë i konsensusit kombëtar. Cila do nga dy partit kryesore të dalë fitimtare në këto zgjedhje, do duhet ta dëshmoj këtë. Megjithatë, zhvillimi i këtyre zgjedhjeve duhet të shihet jo vetëm nga prizmi i një dite të mirë menaxhuar zgjedhjesh, por duhen marrë parasysh edhe hapat e një anshëm që duhen marrë që ka të bëjë me ofrimin e mundësive të barabarta, duke qenë se zgjedhjet janë një instrument qendror i demokracisë. Të gjithë aktorët duhet të përpiqen të gjejnë një konsensus të gjerë për kuadrin zgjedhor dhe të përpiqen të rrisin besimin në zhvillimin e zgjedhjeve. Përveç kësaj, do doja të bëj thirrje qeverisë së re që të mbështetet në suksesin e arritur si për shembull në fushën e gjyqësorit. Me praninë tonë sot ne konfirmojmë angazhimin tonë dhe aspiratave demokratike të shtetasve shqiptar dhe mund t'ju sigurojmë se ne do t'ju mbështesim në hapat e ardhshëm në rrugën tuaj drejt integrimit evropian. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit dhe i fundit, por jo më pak i rëndësishmi, fjala njëri që është drejtuar si mision